Një mega operacion ndërkombëtar antidrogë dhe antikorrupsioni koduar URA ka vënë në lëvizje autoritetet shqiptare dhe italiane, duke rezultuar me 52 urdhër arreste në qytete të ndryshme si Durrës, Vlorë, Fier dhe Mëngjer. Operacioni është një nga më të mëdhenjt në vitet e fundit dhe synon shkatrimin e një rrjeti të strukturuar kriminal të përfshirë në trafik ndërkombëtar droge, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Mes personave të përfshirë rezultojnë avokat, biznesmen, zyrtar publik, efektiv policia dhe figura të botës së krimit. Janë arrestuar persona në qytetet e Thierit, Vlorës dhe Durrësit, përfshirë dhe avokatin Armand Tragaj, ish sekretari i Këshillit Bashkiak të Durrësit, Ligor Combashin, administratori i kompanisë udhëtimit Ligori Travel, ai dyshohet se ka luajtur një rol në skemat e pastrimit të parave të përfituara nga aktiviteti kriminal. Një emër tjetër i njohur për të cilin është lëshuar mas arresti është Ervis Doçi, i quajtur ndryshe si Visi Pojës. Emri i tij ka qenë i lidhur më parë me ngjarje kriminale dhe vitin e kaluar SPAK zbuloi rreth 3 milion euro kesh në banesën e tij në Durrës. Operacioni URA është zhvilluar në bashkëpunim mes Drejtorisë Hetimore Antimafia të Barit Itali, SPAK Shqipëri, Eurojust Hague, Drejtoria Kombëtare Antimafia dhe Antiterrorizim në Rom, Policia Shqiptare, BKH dhe Interpol. Hetimi është përqendruar në trafik ndërkombëtar të kokainës dhe heroinës, ku sipas autoriteteve italiane grupet shqiptare luajnë një rol qendror në transportimin dhe shpërndarje masive të mëdha të doganave drejt Ballkanit, Evropës Veriore dhe rajonit të Pulës.